shpesh herë një këtë fjallën edhe besoj që i kini edhe të sunë nga gjane, falë, bë namaz, Për prapë s'po shnosh. tek prapë nuk po shnoshna. Ju thamë ative, do me dhënë, fillimisht, keni besim në Allah, subhanahu wa taala. Keni mendim të mirë për Allah, subhanahu wa taala. Sa Allah s'vel nuk i ka harrua. Allah s'vel nuk i ka këthi shpinën. Allah është me i Allah subhanahu wa taala është me to. Dima Allah të gjellë është ofër. Po Allah azhajal, Allah e din më së miri se për çfarë i ka mshajë, do me thonë, e ka vunu shërimin. Së në këtë ju thamë. Thonë, seri është sprove cila shërohet. Nuk mundet, do me thonë, unë e bindje kam Allah subhanahu wa taala, serin Allah, serin Allah ka marrë përsipër me prishat, ka me prish. Këtë bindje kam. Thonë, nuk ka seher të fort, nuk ka seher të madh, nuk ka seher këtë prishën. Këtë seher të prishën. Do me thonë, këtë kam bindje. Një ajet jetë Allah i flesë sa hyraj thotë, asun triumfon se bazë komedi shumë, po këtë seret më mbledh, këtë ser bazë dënjos më mbledh, këtë unë më po. Karshini muslimanit badjava. Do me thonë, sun triumfon. Mund me fitu një betej, po, 2 betejë, po, nuk mund me drefu. Mirë po, ku në fundi do me thonë, prej provojës po thamë që gjinit për në largu prej trupit birit ademi do të plëcu dikushte. E para është, trupin do të mja bo xhenem. Da thonë, s'dush me Trupin mja bo xhenem. Interesant, shko, trupin mja bo xhenem. Me çka bo trupi xhenem? Me ibadetet e cilët e kri, me namaz, me dhikr, me abdes, me ndëgjim ligjërata, me studim dinit Allahut, me mësim dinit Allahut, me dhikrin e mëngjesit në promit, me të lexim Kur'an, mulimi vajulliri, me hin sidër, me hin, do të thonë këto këtë janë trupin tan mos me lën rahat gjinin. Pra xhenemi apo gjinin trupin tan gjinit e para. Mirë po është e mjaftueshme këto. Kjo. Sipas meje, sipas provojës po fole, jo që ka ndonjë rëmet, nuk është e mjaftueshme. Kemë thonë pse o gjë? Po përderisa është edhe kushti i ditë edhe këtë dush me hupi mitin gjinit. Po nuk ja hupe i mitin gjinit për shka ka ardhen. Shpresën me ja hupi. Po, do të thonë. Shpresën, për çfarë ka ardhen. Nësa është seri për ndamje. Se janisë me ndamje, për inshallah Allah i bashkoft musliman kur mos pas asë ndamje. Edhe përsa është halal, do me thonë, nuk është një send krim. Po, do me thonë që shpresën me ja hup gjinit. Ka ardhë me vëda, tim e... Unë nuk dash, e para nuk dana. E dyta nuk përlana me burin. Absolutisht. Ka me pasavër. Ka me pasavër. Edhe me ditë që me të vërtet buri është, do me thonë, do të më përla, nuk përla. E treta, do me thonë, fillon me të bënë nervos, ja. Ciklet shpe, jo shumë birë më shpe. Të një rej fëmit, hesi qafin nëna. Do me thonë, me kështu ja hup shpresën gjinit. Kur të hup e shpresën gjinit. Edhe për vitin. Edhe trupi xhenem. Sonej. Shka me hup vakto? Unë hap një shembull për me kuptuar. Një djalë i ri pa martu, nëse shef një femër, cila begeniset, i pëlqen. Edhe thot, sunat që këtë ka me morë për gruje. I mytin e ka 100% që e ban për veti. Edhe i shkruun, ja gjen Instagramin, i shkruun Instagram, ja shkruun një hi, apo Snapchat hi. Edhe jo e shefat hien, i delat i sine, dhe që e ka po hien, edhe se ka këthije. Ki për 100 dhe, I zrip një 10%, thot 90%. Edhe mundohë se me a gjithë një shoqe, pak me a bot heshëm këtë, e gjenë atë shoqen, i thot e foli mirë, ajo i fol, thot djali i mirë, kështu, ashtu, e frere, fitnese, mitnese, pare, këta, ato, fjeqa, jo, thot e ma banë Allah, po nuk jam interesun për ta. Edhe vini, thot, kështu të kaze, ki nuk ashtë interesun për ti. Pina 10 dhe zrip, 65, i myti, ma lako i mytë. Ignore. Po, do të thonë fillon ajo me ignorimi. Fillon ajo me pas i mytë. Jo këtë këtë gazë ka pare, merr një gjip të mirë, sellet u kolla me gjip, mos për mashtron me pare, me të mirat e kësaj botës. Prapa ajo e ignoron total. Pi 60 vizrip 45. Thotë rruga vet na mësiti, po ja çem mësit. Ata ka çem mësit, shkon mësit kthehet, Allah, shit kallzet. Nuk do me kon me ti. Do me kon me ti. A thot, s'pas akon e shkrume për mu, s'pas akon kaderja, fillon me këshir një tjetër. Apo, e hupi mytin, apo, fillon me këshir tjetër. Tjetër. Edhe të kjo shumë shemë dhe. E vës pak më të kalzështe. Ka dalë, sa lese kam pësos. Ajo gruja gabimisht. Që e femne, nëse i shkruan gabimisht, te që ajo hija. Ja këthen që atë hijen për zditi. Ose ja ba me zemër. Pa lidhja, veç e shkët, dhe me thonë një preka, ja këthen për qatin, për gjigjë. Sa i këthet i miti? 100%.
Këto është lodhja e gjinit, e lodh, ta mama i ta upe mitin, një të përlat me ti një të përlat me burin. Më thot, i dajbe këta. Shembull më të bukur, s'kam dëgju kur ajo. Allah i shpërblet. E kështu është gjini. Me thonë gjini do të mja upe mitin. Gjinit mja hub shpresën. Ymit do më thonë për ato që se din se kena shikues edhe në Shqipërisë, shpresë. Edhe ymit është fjalor gjuhës shqipa, është E kena shqiptarizu, po. Gjinit duhet me injoru gjinin. Ai të vend vezves injorim, njerëzit bëhet 0-0 të largohet prej tij. Unë e kështë kur vindë zveset, vindë, unë e senën e parë se thamë, shko bani gjithë analizët në spital. Sinqerisht po thëmë, shko bani gjithë analizët. A ki problem, o gjë kam aritmim, duke zemra mrejshëm, shko bani kontrolloj të insistin ku dush, bani gjithë analizët, a më bësh gjithë. E nëse të doktori je mirë, atare ajde të une, atare fillën e rukjes. A më une me rukje, edhe ti si ki bo analizët e zemrës, ti ki me thonë, po me kon gabim kjo gjë. Unë e hajnë fraktin. Vind dikush për shembull ka vezve se ka me dek, valla dhun ka me dek. Pasha zotin, valla billa dhun. Unë e kam shkit vezve. Ka me dek, valla dhun. A ka me të dikush në këtë dënju. Ama pish sot në nis me kajt para ditë që ka me deka. Jo problem. Shaka ka me dek, s'ka me të kush gjallë. Ama çka unë si çona mëngjes, ka me hunger. Jam i sigurt. Jam i shëndosh. Këtë dënju unë e kam. Të ditën. E shijoj maksimum e shijoj. Për këtë lusë Allah në zëgjel që të në